tubimit të fushatës parazitore dhe tubimi i sotëm, si tubimi radhës në Tetov, dëshmon për përkrajen masovike për opcionin tonë. Këtë ditë, po dëgjojmë kundërshtarin ton politik, Partinë Demokratike Shqiptare e Vojvodës Taçi, duke trumpetuar se kjo parti qenë ka duke bërë luftën e Skënderbeut për të quar shqiptarët aty ku e kanë vendin. Ata që penguan ardhjen e Skënderbeut në Shkup dhe ata që asnjëherë nuk vun asnjë lule pranë shtatorës së heroit ton të madh që më shumë mund të përkushtim. Ne të Bashkimi Demokratik për Integrim e vendosëm mu në zemër të Shkupit në Qarqinë e Vjetër. Të dielën, ne duhet t'i prim kolonës që masovikisht do të dalë në zgjedhje dhe të votojë, që t'i dënojmë ata që në vitin 2001 votuan ratifikimin e marrëveshjes mes Beogradit dhe Shkupit për kufilin me Kosovën, pa e pjetër fare Prishtinën. Të nderuar vëllezër dhe motra, është e vërtet se kemi përjetuar disa ditë jo të mira. Mirë po, e vërteta më e madhe është ajo, se ato akte vetëm na kanë forcuar dhe na kanë tubuar në këtë mas, e cila dëshmon qartë se 1 qershori është dita jonë. Të nderuar të pranishëm, Mendu Thaçi deshti të identifikohet me Barcelonën, kurse PDSH-ja as pak nuk i ngjan Barcelonës, i ngjan një ekipi të Beogradit, i quajtur Çukariçki. Kush ka thanë hasbi se Tetova nuk ka det? Kush ka thanë se Tetova nuk ka det e pas ka gabim? Nuk ka det ma të madh se mund të bëje populli yt kur vjen t'i thote jo dhunas, kur vjen t'a thot zanin e vet, kur vjen të tregoje se kush ku e ka vendin. Ky është deti Tetovës që bëjnë mirë ta shohin. Ata që i kanë thënë vetes tetovar, që pa turpsisht dun qytetin ton të nderum, ta pusin turpeve edhe veprave të turpshme që nuk u ngjajnë tetovarve. Vëllezër e motra, na kanë mbetur edhe pak orë. Vetëm edhe një ditë na duhet të durojmë. Vetëm edhe një ditë do duhet të gëlltisim fyrjen. Vetëm edhe një ditë duhet t'i themi krenaris duro. Vetëm edhe një ditë duhet pisit të fisit, si shta Hiseni, t'i themi amore birë. Amore birë. Ka ndodh lafi i madhi Ali Ahmetit. Amore birë. Ka ndodh besa e madhe e shqiptarit. Amore birë. Ka ndodh për kushtimi ynë që rrugën ton drejt vlerave civilizuese ta bëjmë në mënyrën ton, jo në mënyrën tuaj, livadhisni në hapësirën shqiptare si livadhin pazot. Të nderuar ushtarë dhe oficerë të ushtrisë shërimtare kombëtare, të nderuar bashkëluftar dhe bashkëveprimtar, Tetova sot po demonstron vlerat historike të saj. Tetova sot po triumfon mbi vandalizmin. Tetova sot triumfon mbi dhunën. Tetova sot triumfon mbi të gjitha ata që kanë dashur të mbjellin farën e urrëties në mes të shqiptarëve. Tetova sot po demonstron se është qytet i 2 universiteteve,
Tetova sot po tregon që shpirti ushtrisë njërimtare kombëtare. Tetova sot po tregon se kurrën e kurrës në këtë vend nuk kanë vend ata që mbjellin vllavrasjen, që kurrën e kurrës nuk do të udhëheqin dhe drejtojnë këtë vend. Ata që marrin direktiva nga qendrat antishqiptare, kurrën e kurrës në këtë vend nuk mund t'i drejtojnë shqiptarët ata të cilët janë pjesa e turpshme e popullit shqiptar në Maqedoni.